Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore organizoi edicionin e 8 të konferencës ndërkombëtare për shkencat shoqërore, biznes dhe ekonomi, ISCBE 2025, me temë Qëndrueshmëria ekonomike, sfidat bashkëkohore. Në këtë ngjarje morën pjesë akademik, studiues dhe profesionist nga më shumë se 20 vende, të cilët patën mundësi të ndajnë hulumtime dhe perspektivat e tyre mbi tema kyçe si zhvillimi i qëndrueshëm, ekonomia rrethore, inteligjenca artificiale, sipërmarrja, marketingu, financat dhe aspektet ligjore të rezistencës ekonomike. Konferenca u hap me fjalime përshëndetëse nga Besa Arifi, Hyria Abazi Alili, dekane e Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë, dhe Velant Ramadani, kryetari i Komisionit Organizativ të konferencës. Gjitha publikimet shkojnë në Springer, një revistë e cila është akredituar apo është me Scopus, me të gjitha elementet shkencore që i ka, dhe është në kuptimin e plot ndërkombëtare, pasi që kemi edhe ndërkombëtar, jo vetëm prezantues si keynote speaker, si profesor Kristina dhe të tjerë, po njëkohësisht edhe përmbajtja e prezantimeve shumë e rëndësishme. Në fakt konferenca do të trajtojë problemet shumë aktuale që i ka ekonomia globale në përgjithësi dhe në veçanti ekonomitë regionale, si do impaktohen me rrjedhat e reja të ekonomisë, që duket se rendi ekonomik botror është i ndryshuar, dukshëm posaçërisht me sistemin e luftës tregtare apo tarifave doganore, dhe kryesisht them edhe pjesa ime si folës kryesor, keynote speaker, do të jetë pikërisht në këtë aspekt për të hapur dilemat, pyetjet se ku studiuesit e ri, hulumtuesit e ri duhet të orientojnë studimet. Temat e trajtuara janë kryesisht lidhur me tematikat e ekonomisë sotme, të cilat tregojnë një vështirësi drejt përmbajtjes së qëndrueshmërisë. Andaj edhe kjo si konferencë e 8 u ndërtu në konferencat paraprake me atë që të jepen nga hulumtuesit, kryesisht edhe të ri, mendime për atë se ku shkon e ardhmja dhe cilat janë ato hapat të cilat do duhet të merren për një qëndrueshmëri ekonomike, për një zhvillim ekonomik dhe kështu me radhë. Konferenca i zhvilloi punimet në sesione paralele me mbi 100 punime shkencore të prezantuara në 6 drejtime tematike, duke përfshirë qëndrueshmërinë dhe ekonominë rrethore, ekonominë dhe financat, sipërmarrjen dhe biznesin familjar, menaxhmentin dhe marketingun, sistemet informatike dhe inteligjencën artificiale, aspektet ligjore dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Në konferencë u ndan certifikata për 3 punimet më të mira.